Për krimin e mëngjesit të sotëm në Tale të Lezhës, policia ka si pistë kryesore atë të hakmarrjes. Saga e gjakmarrjes duket se nis 3 dekada më parë. Në datë 7 janar të vitit 94, qyteti i Rrëshenit u trondit nga vrasja e shefit të krimeve Ndue Kaza. Ai dyshohet se u qellua me armë zjarri në mes të qytetit nga Dot Gjini dhe Augustin Gjini, të cilët pas ngjarjes u arratisën. Në vitin 97, shtetasi Martin Kaza ka vrarë për hakmarrje në qytetin e Laçit vëllezërit Dot Gjini dhe Augustin Gjini, të cilët kanë qenë autorët e dyshuar të vrasjes së vëllait të tij në vitin 94. Martin Kaza është dënuar për vrasjen me 22 vite burg për veprat penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtje pa leje. Kaza u arrestua në Londër, ndërsa në vitin 2017 u ekstradua dhe vijon të kryej dënimin në Shqipëri. Edhe pse Martin Kaza ndodhet në burg, kjo nuk e ka ndaluar gjakun mes fisëve. Edhe pas kaq vitesh, ku shënjestra e fundit ishte Augustin Kaza, ai ishte duke pirë një kafe kur një person i maskuar ju afrua dhe e qelloi me 4 plumba. Edhe ngjarja e sotme një qershorit shohet se ka për motiv sagën e gjakmarrjes mes dy fisëve që ka shënuar edhe viktimën e parë. Por kush është Martin Kaza që vrau vëllezërit Gjini për hakmarrje dhe u fshe në Londër për 18 vite? Martin Kaza u ekstradua nga Britania e Madhe në vendin tonë më 29 dhjetor të vitit 2017. Martini është arrestuar teksa fshihej në Londër të Anglisë dhe ende po e vuan dënimin me burg, por kjo nuk e ndali sagën e gjakmarrjes. Vrasja e shefit të krimeve të Rrëshenit Ndue Kaza u interpretua nga shtypi i shkruar i kohës se ndodhi pasi shefi i krimeve ndërhyri për të shmangur për shkallëzimin e një konflikti mes dy grupeve rivale, por 3 vite më vonë pa arritur që autorët të arrestohen dhe familjet të pajtohen. Në qytetin e Laçit, vëllai i komisarit mori hak duke vrarë 2 vëllezërit Dot dhe Augustin Gjini. Mediat raportonin se ngjarja ndodhi mesditën e Trekorrikut të vitit 97, ku sipas tyre në atentat kishin marrë pjesë 2 persona. Pas 4 vitesh, gjykata e Kurbinit shpalli fajtor në mungesë për vrasjen e dy fisht, Martin Kazën, duke e dënuar me 22 vite burg. Sipas të dhënave, Martin Kaza jetonte në Britani të Madhe që prej vitit 2001. Disa vite pasi vrau vëllezërit Augustin dhe Dot Gjini, ai u arratis drejt Anglisë për të kërkuar azil, duke pretenduar se ishte refugjat lufte nga Kosova. Ai përdorte identitetin e Rem Naim Karagjia. Pasi mbërriti në Britani në vitin 2008, Kaza u martua me zonjën Majlinda Dule. Martin Kaza është baba i 3 fëmijëve të lindur në Britani të Madhe. Ai bënte punë të ndryshme në restorante, lavazhe dhe punonte në ndërtim. Pas arrestimit të tij nga autoritetet angleze me qëllim ekstradimin në Shqipëri, avokati i Martinit apeloi çështjen në gjykatën e lartë angleze. Procesi gjyqësor për ekstradimin e tij drejt vendit tonë zgjati 10 muaj. Gjatë seancave gjyqësore, Kaza ishte shprehur se ekstradimi i tij nga Anglia, ku kishte punuar për 18 vite, shkelte të drejtat e njeriut dhe ishte i pajustifikuar. Po ashtu ai i tregoi gjykatës se për t'u shmangur familjes Gjini, me të cilën ishte në asmëri, pasi në 94-ën ata i kishin vrarë vëllain Ndue Kaza, oficer policie, ai ishte fshehur në Greqi. Martin Kaza, si pjesë të mbrojtjes për të shmangur ekstradimin, i tregoi gjykatës se e kishin goditur 4 herë me thik dhe kishte përfunduar në koma pasi ishte dëbuar nga Greqia. Megjithatë, gjykata angleze nuk u bind me argumentimet e Martin Kazës dhe vendosi ekstradimin e tij për të vuajtur dënimin në Shqipëri. Kaza ishte dënuar për veprën penale vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtje pa leje parashikuar në nenet 78, 278 fraksion 2 dhe 25 të kodit penal.